Në vend të aromës së skarës dhe pikniqeve në qiell të hapur, Maqedonia e Veriut këtë 1 maj ditën ndërkombëtare të punës do ta presë me motë të pazakontë të ftohtë, të shoqëruar me erë të fuqishme veriore, rreshje lokale dhe madje edhe mundësi për ngrica të mëngjesit në zonat më të larta. Sipas parashikimeve aktuale, temperaturat do të pësojnë një rrënje të ndjeshme deri në 10 deri 15 gradë në krahasim me ditët e mëparshme, duke krijuar një atmosferë që më shumë i ngjan fillimit të pranverës së hershme sesa pikniku tradicional të 1 majit. Në vend të rrezeve të diellit dhe shëtitjeve pa shqetësime në natyrë, qytetarët do të përballen me vranësira, shi dhe mot të paqëndrueshëm. Veçanërisht shqetësuese mbetet paralajmërimi se në zonat malore dhe më të larta nuk përjashtohet as paraqitja e borës së dobët, një fenomen i rrallë por jo i pamundur për këtë periudhë të vitit. Orët e mëngjesit mund të sjellin edhe ngrica të lehta, gjë që e thekson edhe më shumë pazakontësinë e situatës meteorologjike. Tradita e 1 majit, mbledhjet familjare dhe shoqërore në natyrë dhe me ushqime dhe atmosfere festive, këtë vit duket se do të vihen në provë. Në vend të piknikëve dhe drekave të gjata jashtë, shumë qytetarë mund të detyrojnë të rishikojnë planet e tyre ose të zhvendosin festimet në ambiente të mbyllura. Dhe ndërsa kalendari na kujton se jemi në pranverë, moti sikur po bën një hap pas. Kjo kthes e papritur është një kujtesë se natyra jo gjithmonë i ndjek planet tona, veçanërisht kur bëhet fjalë për një ditë që zakonisht festohet në qiell të kthjellët. Mbetet shpresa që pavarësisht të ftohtit dhe shiut, fryma e ditës së ndërkombëtare të punës të mos zbehet, sepse festat nuk i bën moti, por njerëzit.